Vram Komuna e Prizrenit filloi rrugtimin e projektit të buxhetimit me pjesëmarrje që do të realizohet nga Komuna e Prizrenit, ku me këtë rast banorët e fshatit Malsi e Re dhe lagjeve të Prizrenit, Bylbyltere e Ralin ishin nën kryetari i Komunës së Prizrenit Kujti Mugashi, pastaj drejtori i Drejtorisë së Financave Sultan Badallaj, si dhe nga kabineti i kryetarit të komunës Shaqir Totaj, ishte Rita Drini e këtij ekipi i u bashkangjetën edhe shumë kuvendar të kuvendit e shumë banorë të tjerë. Nga këto takime që i mbajtën u propozuan projekte që duan t'i realizojnë në vendin e tyre, e që komuna do t'i financojë njërin nga ta, pasi vetë banorët të votojnë javën e ardhshme. Takimi që po ndodh sot nuk ka të bëjë me atë diskutimin tonë të zakonshëm që e bëjmë për me bën buxhetin e vitit të ardhshëm, po ky është një program që ka rrjedh si rezultat i bashkëpunimit që kemi pas edhe 2 vite të kaluar me USAID-in, edhe sigurisht që këtë praktikë të mirë që e kemi pas edhe vitin e kaluar edhe para 2 viteve, po vazhdojmë edhe këtë vit. Si vjet në kuadër të lokaliteteve ku kemi me zhvillu këtë diskutim, këtë projekt, është edhe lagja Bylbyltere, është propozuar prej kryetarit të komunës dhe prej neve, që me qenë njëna prej 7 lokaliteteve të cilat do të përfshihen këtë vit për me marrë një projekt dhe një propozim prej juve. Për herë të parë Komuna Prizrenit në nivel të Kosovës e ka nisë këtë nisme dhe ka dalë si model edhe për komunat të tjera. Pra buxhetimi me pjesëmarrje është nën motën në parat tona, idetë tona, do të thotë direkt qytetarët e votojnë projektet që janë në interes tyre. Pra projektet, siç e thanë kryetari, do të janë projekte pak gjithë përfshirëse, jo me qenë projektet ngushta, një grupi të caktuar ose diçka tjetër, po që i prek gjithë lagjen apo lokalitetin ku jetoni ju. Laborit të ish konvitit si qendër rekreative sportive. Do është komuna si komunë me bëjë diçka më të mirë për fëmijët e tonë që vinë për shkollë, tualetet. Është edhe jashtëzakonisht e domosdoshme për dorimin e metodave më të mira për renovimin e dyerve të shtohet te ajo që është ndërtare, gjithashtu tualetet që përmendën paraprakisht dhe në kulmin e objektit i cili shpesh pas rreshje edhe pikon. Të funksionalizohet për pensionistat të cilët tanë po në rinë vere dimër jashtë aty, përballë tek xhamia, objekti që merrni shumë të vogël dhe rinovimi i nevojshëm i shkollës, se shkolla ka nevojë, se secilën herë numri i nxënësve nuk pakohet, po shtohet, kështu që duke filluar prej gjelbrimit të shkollës këtë pjesë më nxënësit janë të rrezikuar nga ana e ndërtesave dhe pastaj me vazhdu pra gjelbrimi jashtë, mandej me vazhdu edhe brenda. Pastaj banorët e lagjes Ralin në shkollën Motra Qiriazi në Prizren dhe në shkollën Mustafa Bakiu, nga ku banorët edhe paraqiten projektet e tyre pas votimit përcaktohet edhe për investimet e këtij projekti. Ku po insistojmë me çdo kush që qytetarët mi bëjnë sa më shumë pjesë të vendimarrjes përmes propozimeve të projekteve. Për dallim prej asaj fazës ku na vjen ngushtë dhe marrim propozime, diskutojmë për projekte për të lashët e problemet e lagjës. Në këtë fazë jemi për me kërku një propozim prej banorëve, i cili propozim vjen prej qytetarëve të pranishëm në takim, edhe të njëjtën kohë përzgjedhet prej tyre nëse ka më shumë se sa një propozim. Pra ideja është vetë me propozu edhe vetë me përzgjedh njënën prej atyne projekteve. Këto projekte kanë disa kritere specifike, nuk është sikur në kohën kur vim me diskutu për buxhetin, për shkak se atë mund me diskutu edhe për projekte më të mëdha dhe për infrastrukturë më të gjanë, edhe për specifika tjera. Ky është një projekt që shkon në shumë deri në 100.000 euro, edhe është projekt që do të më qenë ekskluzivisht kompetencë e komunës Prizrenit. Domethënë nuk përfshihen këto nivele qendror, as përfshihen kompanitë regionale që s'janë kompetencë komunale, po vetëm punët ose projektet që mund me i realizu vetëm komuna e Prizrenit. Që propozimet e projekteve të jenë projekte që lidhen direkt me nevojat e juja brenda këtij lokaliteti,
që të jetë sa më të gjithë përfshirës, mos të jetë një projekt i ngushtë për një grup caktuar, po të jetë ta ketë prizmin e shtrirjes më të gjatë. Prandaj ju propozoj që të bëni projekte që janë në interesin tuaj, që të i përmbushin gjitha nevojat, gjitha së përmbushën, po ajo kryesore që është një vlerë deri 100.000 euro plus minus të jetë, se planifikimit ne i kemi ngushtë, si që tha dhe kryetari, për buxhetin bazë planifikimit që bëhet. Parkingu që është lartë për mjandrën, a është pronë private apo është pronë publike. Nëse është pronë publike, shumë janë shtu kjerët, shumë jemi shtu edhe si familje. Kisha me propozu që le të rregullohet, le të bëhet të paktën 2 kate, që të kemi ku me lënë kjerët, të pas parasysh që edhe policia ka fillu tash edhe në për trotuare, edhe para dyrëve të shtëpisë me shu gjopa. Gjatë sinës së vjeshtës bje rebeshi edhe këtë ato ujrat, nga lagja Kuril, nuk kanë shakta të mjaftueshme, edhe këtë uji vjen deri te asfalti rrugës Hafez Ismailaki. Kretë ai uji bëhet si lum aty. Prej rrugës Teqja ku është te poshtë. Shaktat nuk janë, pusetat. E dina atë rrugën që e bonën? Po. Shakta veç një është pas te shtëpia ime që aty që është një, e shakta nalt nuk ka. Ujrat nuk po mblidhen kërka. Këtë çaj uji puseta s'ka. Analizimi është të pjesa po s'ka në shakta. Aty unë kisha propozu që ja pjesat prej furës Ralinit mu konë një kahje me dala ne anën e djathtë, për mos marrë ne se shumë e ngushtë ajo pjesa ku qajtoria e ringës, e kjo pjesa tjetër. Kur po bëhen 2 kere, aty po bllokohet totalisht. Sinjalistikës, pa. Edhe ma lagja ma e madhe është, edhe mos me I pas, një qerdhe për fëmijë është ma e një hapsi ku mundemi me pas, nga drejtori. Edhe qka mundemi me bo. A mund të shtohet laboratore kibernetike, si kurse shkolla që I kanë të kolegjet, edhe na të apsojnë nxënësit, edhe të marrin profesorët që janë profesional, të punojnë më tepër me nxënësa, për kibernetik, për IT, për gjitha ambasadorë. Po. Me do të mirë me sharu me drejtorinë e arsimit, ta kanë kapacitetet për si të Projektet më të votuara që do të futen në listën për financim dhe implementim në vitin 2026 janë 100.000 euro nga ky projekt, me moton parat tona, idit tona, Prizreni ynë.